dita. Mirë dita, zotrin, nga telefonon? Nga Gjermania, Arbeni. Zotri Arben, si e? Faleminderit. Po ju ajni mirë. Mirë edhe ne faleminderit. Nga çfarë ndikohemi më shumë? Po, se nuk jom të pa këtë titlin, se çka është Mirë. këtu ky programi Po. spejik, do me thonë në Kosova, se unë jetoj në Gjermani. Po, në Kosovë, po edhe në Gjermani, pse jo? E bajmë një dallim Po, shkurt, vogël, po. Po, në Gjermani jo, do me thonë në Kosovë, gjinja popullin ndikon shumë nga politika, Po? se Kosova është e vogël, tani politikan i përdorin qytetarët për interesat veta, qështu më rënë. Po. Ka në Gjermani, besoj kështu, në politikë smiret, kur smiren Gjermont na, pëzo që jetojmë këtu smirmi, se politikan kujdesen për interesat e tona, do me thonë ata punojnë për interesat e tona. Po, ti thua se atje nuk mirëni shumë me politikë. Jo, valla, jo, ka smimi shumë me politikë. Po, me Kosovë mirëni me politikë. Po, me Kosovë mirëmi, se në Kosovë na ka bo, do me thonë, shiqoni shiqoni që sho gjendja në Kosovë, shumë më vje keq, shumë jom i zdi që shme thonë, këta shumë po më dhimen këta burat që janë krete u që kësë në burg, ka, do me thonë, aji atje, ata, do me thonë, zdu me që këtu tash se kush ata në parlament i shojnë u që këje, i shojnë këta, do me thonë, shumë po më vje keq dhe qysh po hec puna me politikë në Kosovë shumë. Shumë po më vjen, përrime shumë keq po më vjen, do me thonë, Mendon që si shoqëri ndikohemi më shumë vetëm nga politika, jo nga familja dhe shoqëria? Jo nga familja, se shqiptarët nuk jo intereson se çka thot familja, çka bon anina, çka bon klina, këta politikë, do me thonë, politika, se Kosova, do me thonë, e vogël, është edhe ndikon, ne për familje, ne për qytetare, e qashtu është. Tani, do me thonë, varfria, normal, qytetarët presin prej politikës. Po, sigurisht. Për atë kanë ndikimin shumë të qytetarët. Po. Zotri Arben, faleminderit. Përshëndes. Shëndet. Përshëndetje. Mirë.